Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka akuzuar pranimin e duave dhe lutjeve që në përgjithësi të gjitha pranohen te Allahu subhanahu wa taala dhe mbanë mend të ndërum xhamat. Një sen gjithmonë kur të lutesh, Zoti i Madh xhel xelaluhu ju ka përgjigj lutjeve edhe të atyre që janë musliman. Madje jo veç kaq. Zoti ju ka përgjigj lutjeve edhe të shejtanit. Shejtanit, iblisit. Kur e ka përzon Zoti bi mëshirë iblisin, fakhruj innaka rajim, ka thon dilja është ti mallkuar je. Ti i dëbuar për rahmetit Zotit. Ha çka ka bë? Çka ka bë? Kur'an Allahu disa herë ka kallzon këta në ajete kuranore. Çfarë ka thënë? Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Ka thënë Allah, o Zot, çka? Minja rruga lut. Shejtani, po insani, po besimtari, po muslimani, po ai cili si ka vë zullum kërkujna, a nuk i përgjigjet Allahu xhela, po i përgjigjet. Ka dalë çfarë do ti? Apo do me pull me bë këtë puna? Jo. Çfarë ka bë? Ka thënë shejtani, o Zot, unë më nxjerrë bi rahmetin. A mje pa fat deri në kiamet. A mje pa fat. Apo deri në kiamet. E xhinet të ndërum xhamat. E xhinet vdesin, çish vdesin njëri. Vdesin xhinja, çish vdesin njëri. Apo rregull. I vetmi iblisi që i vazhdon. Vdesin e xhinët, ai vazhdon. Vdesin e xhinët, ai vazhdon. Këta pikaja ka, pi lutjes. Zotit madh xhelë masje ka dëbu pi rahmetit. Ka thonë o Zot, ju ka lut. Ka thonë o Zot, a më lë në kiamet. Megjithëse kjo nuk i ban hajra tina, ama ju ka përgjigj. Çai ka thënë Allahu xhelë xhelal, innaka minal mundharin. Ka thënë haç, rrit në kiamet. Rrit kim çapo do më bë. E nëse shejtanit Zoti ju ka përgjigj këtë dua, apo transmetohet që ka përmend këta Ibn Qayyim al-Juzeyni në Madarijus Salikin se Iblisi ju ka shku disa prej muslimanëve të bijve të Israilit edhe ju ka bë vezvese. Çu ju ka bë vezvese? Ka thonë ju po pendoheni, astaghfirullah wa atubu ilay, o Zot falem, o Zot kam bë gjuna e falma, shumë gjuna e kam bë, o Zot veç ti ma fal. Edhe ju ka shku Iblisi disa prej muslimanëve t'ja ushti vezveset. Ka thonë po ti po lutesh më fal, ama Allah jam i padrejt. Se edhe unë e bona gjuna si ti, po mus ma fali. E qish po pra ti me ta fal? E mus ma dha më mundësin e dit. A ti po ta jep mundësin e dit. Edhe ju ka fol disa muslimanëve qështu në kohën e Musait a.s. E qëfar ka ndodh? Edhe muslimanët kur kipe nga merë shumë le zvidhet puna, ka shku te Musa a.s. Ka thonë o për nga meri Allahit, o ti cili Zoti ka fol me tyje, shejtani për në nguc. Ka thonë që po ju thot? Ka thonë na kur po bojmë gjuna, po pendohemi. Edhe ti na ki thonë se Zoti na i fal gjuna. Ka thonë ja u fal gjuna, e ki po gjuna ta fal. Kur bën istighfar. Ka thonë po pse s'ja ka dhënë që këtë mundësi iblisit? Zullum, padrejsi. Ka thonë unë e veti Zotin. Ka thonë Musukuti, ka thonë unë e veti Zotin. Ka thonë vetë Zotin. Musa a.s. i drejtohet Rabbul Alamin. Thotë o Zot, Iblisi pivan vezvese xhamatit se ti s'ja ki dhanë mundësinë mu pendue. A qysh na i ke dhanë neve mundësinë mu pendu këti s'po ja jep? Atëherë çka i ka thonë Allahu subhanahu wa taala? Ka thonë thirrë Iblisin. Tash ta bi Iblisin në këtu. Sa kuptosh drejtsinë e Allahu subhanahu wa taala? Ka thonë thirrë Iblisin, e ka thirrë Iblisin. Ka thonë çka ki problem me musliman? Ka thonë këtyne ju ka dhanë mundësi mu pendu mu jo. I thotë Allahu xhel xelalu, edhe ti ta jap mundësinë. Ta jap mundësinë, do mu pendu. Po ka thonë du mu pendu o Zot. Atëherë çka ndo? Atëherë i thotë Allahu xhel xelalu Musait a.s. Thotë o Musa a.s. Thuaj Iblisit, unë ta kallzoj tash ku e ka vorrin Ademi a.s. Për çat sebeb çka ki dal për rahmetit me të njëjtit shti rahmet. Apo do me hi? A do me hi? Ka thonë çfarë do të më bë? Ka thonë shko biri sejdë. A di pse ki dal ti për rahmetit? Kur të kum thonë biri sejdë Ademit nuk i kira, të kum përzon. Shko te Ademi, biri sejdë, kthehesh. Ka thonë kur si bi? Ka thonë o Musa, pe shef. Unë e di pse kam nxjerrë të për rahmetit. Andaj shiko, Allahu të gjithëve jep mundësinë, ama a shfrytëzojnë këtë? Jo. Sa pi neve njëri për shembull, e ka imrin, i ka ment, mundet mu pendu s'pendohet. Apo, dhe raportin me Zotin e ka gjithmonë me matematika njën men. Thot me lanë këtë pun, dhe ka pare kjo pun, thot. Ti thu pendohu, e dëgjon ligjërata, dëgjon ajetet, thot që shmu pendu be kjo pare mbje.
E menon thot kjo haram po, ama paret, edhe çka ban I jep vetës gajret. Ajtë se vjen ditë, apo ta shfrytëzoje ki, e kështu nuk shkohet te Allahu subhanahu wa taala. Sa për njerëz, për këtë arsye dëgjoni këtë hadithin e radhës që e ka nxjerrë Imam Buhariu për ta plotësuar, kushtin e duajës. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se ka thënë alayhi salatu wassalam, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ju përgjigjet Allahu njërit për juve. Njëri bën dua. Zoti I përgjigjet me kusht. Shumë I lehtë kushti. Çfarë është kushti? Ka thënë pejgamberi alayhis salam, ma lam yad'u bi ithm. Derisa ai nuk lutet për doni gjuna. Njëri ka thënë ka Zoti, o Allah, më mundso me fitu në kazino. Ka njerëz. Njëri do çish bëjë, o ka plot. Apo ka në gjithë ditën bën dua për dashnorën e vet. Edhe vend thotë o e kam pas një lidhje nuk hecke. Apo bol doa kena bo, po ti doa për haram ki bo, Allah. Që s'ki bo kuror? Që s'ki shku të shpija e prindit vetë, mi dholoj në rum, unë jam interesun për vajzën e juve. Apo ti se ke mor rrugën shëriatike, rrugën e litshme, apo po rrugën e palitshme. Dhe kur e ke mor rrugën e palitshme, që ke thonë? S'po më nimon Zotit, që shmet nimon Zotit? O ti jën rrugë Zotit. Apo ban doa, ajde thot me bismillah edhe lumbi gjos. Nuk e roki, thot, nuk, o që s'ma rok mu, po ti në haram mërije, në haram I qështë do me ta rok. Andaj shiko për nga mëse që ka thonë, I përgjigjet Allah I njanit për juve, me kusht, mos bëhe doa për gjuna. Apo, ban doa, sa familjari dhe familjare, ban doa, apo, ajde thot, filanës, alanës, mos pja thënë Allah I qafën. Po nuk thënë Allah I qafa, ka tu ka prishti e luksi. Jo, Zotë nuk punon me dëshirat e tua. Ajo Zot, subhanahu wa I drejti më shirëshëm. Apo, sa për shembull, e kanë për shembull, I vjen të huna, thotë, ajde Allah, inshallah, këtë qafirat shkatroj. Por nuk shkatrojnë mëre. Ibrahimi I dashmi Zotit. Kemi folë një mujt ditë Ramazan për dashmin e Zotit. Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Kur e ka ndërtu qabën e ndershme, Zoti ja shtof privilegjin dhe nderin, që haxhilerët tani bëhen gati me shku në haxh. Dhe kur e ka ndërtu qabën, që ka thonë, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'ala hadha baladan amina. Ka thonë, o Allah, bëje këtë vend të sigurt, warzuq ahlehu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ka thonë, o Allah, musliman të këtij vendi, musliman dhe besimtar që të kanë besu ti dhe ahiretin, jep ju rizq, jep ju me hangër. Çka tha pasaj? Allahu Gjelle Gjelalu, wa men kefara. E qafira o Ibrahim, kush mi u dha? Qafirave, kush mi u dha? Zoti ka dash me kader të vetin me egzistu qafirat. Kush besonaj? Allah thot në Kur'an, femen sha'a fel ju'min, wa men sha'a fel jakfur. Kush do le të beson, kush do le të mohon. Zoti e ka dhanë këtë mundësi. Apo, njëni thot, kur të bojnë zulluma që të shka. Njëni o edhe qafir edhe zullumqar. Si tjetë edhe qafir edhe zullumqar, qojnë dur ka Zoti. Pse? Sa ato po zullum. Ato po, ka do njësë që onë kundër islamit, na bojmë dua. Pse? Që kiti me islamin. Zdo me besu, u dhën të anë më rëhetse. Ama, kundër islamit, kundër shamijës, kundër Kur'anit, kundër o gjallarve, kundër djetareve, kundër kitë fejes që ka egzistone e Zotit Gjelle Gjelalu, që kiti me ta? Normal që kanë me vo doa kundër tije. Ama ti zdo me besu, mos beso mëre, mos beso. 6 miliard njerëz nuk besojnë, kur gjoneve nuk na hinë udhë. 6 miliard njerëz thonë asena musliman. Çfarë na hinë udhën neve? Pa, na kena me mor llogaria. Jo, Allah I merr llogari. A kur të bëjë zulluma që tërçka? Kur të bëjë zullum edhe zullumçari musliman, na unë mund na më bëj doa kundër tina. Ama për shembull, sa herë na për shembull, çka do të më ekzistu këto? Po kush I ka kriju ata? Zoti I Madh Xhelel Xhelal. Shikoj çka ka thënë pejgamberi alayhis salam. Zoti sicilit I përgjigjet me kusht. Mos ban doa për gjuna. Ja, mos ban doa për gjuna. Kur ti ka hartë të hunda, s'do me thonë se është e padrejt të Zoti. Pa u kanë diçka e padrejt të Allahu subhanahu wa taala, nuk ndodh ajo. Pejgamberi alayhis salam ka çu dur të Zoti I Madh Xhelel Xhelal. Pejgamberi I Zotit, më I dashuri I Allahu subhanahu wa taala, dhe ka bëu dua me emër, me emër, me shkatru Zoti filanin dhe alanin. Si kanë bëu zullum? Çka ka ndodhur? Ka zbrit Allahu Kur'an. Lejse leke minel emri shej. Ti o Muhammed, kur gjonë dorë s'kije. Kur gjonë dorë s'kije. Dhe ja ka bo Allahu që ato musliman.
Wahshiju e ka vra axhën e Muhamedit alayhis salam, Hamza radhiyallahu anhu wa arda. Dhe u bo sebeb me shku në xhenet ai. Se ka vra padrejtisht. Apo. Dhe Wahshiju pas një kohë të gjatë e pranon Islamin. Pranon Islamin. Hin fe në Islam. Masi ka vra axhën e Muhamedit alayhis salam. Çata njerëz të cilët ja kanë thirrë dhamt Muhamedit alayhis salam në luftën e Uhudit, që të njëjta luftë ka ndruar jetë Hamza radhiyallahu anhu warda. Në çat luftë ja kanë thirrë njerëzit, ja kanë thirrë disa prej kokave në atë kohë pagan, dhamt ja kanë thirrë Muhamedit alayhis salam, dhamt të tin të ndarshëm, buzën ja kanë thirrë. Edhe ja po musliman mos. Ja po musliman. E çka ka ndodhur? Allah thot leysa laka min al-amri shay. Ti nuk i ndor kur gjova Muhammed alayhis salatu wassalam. Për këtë arsye të ndërum gjova, shikoj çka ka thënë alayhis salatu wassalam. Ju përgjigjet juve Zoti. Se ki gale, Allah të përgjigjet. Me kusht? Ma lam yad'u bi ithm. Me kusht? Që ndoan tane mos ke gjuna. Njani për ne thot, inshallah Allah i që ti duqanit kujshishka e kam flakën jashti. Pse veç unë të shes. Ja, ka dala, qish. Ti me të vetë, ti kitë tezga ti gjek, veç e tonë në le, apo. Ama nuk punë, pra edhe ajdu të me hangër, bojnë sa. Shki me hangër veç ti kitë. Disa njerëz me mujtë frimën të nalin. Po alhamdulillah Allah i ka thonë oksigen shumë. Edhe ujin të nalin, edhe bukën. Po alhamdulillah që këtë punë nuk janë ndurë tona. Apo, Allah u gja kër i ka përmej një jehudit në Kur'an, qëka ju ka thonë? Ha? Ju mi pas bukën e njerëzve ndorë. A pe shifë një qka bojnë? Apo, janë gatshëm globin me e nalë. Ti mos të të mërinje buka këtu, se veç ta qoj aj dëshirën e vetë në vendin e vetë. Allah mos ja u rizov planët kur ja Rabbul Alamin. Po alhamdulillah se nuk janë durë të atinve. Se vallaj me ka ndorën e njerëzve, aj bukën thët kada. A do me angër bukë po? Qishtë ta mune? Po alhamdulillah Zotin nuk e ka lanë qishtë. Andaj na kur njani mi neve ban doa, dhe inshallah Allah që këtë hasmin copa e ban. Allah të për atë hasmi kush ka kriju, unë e kam kriju, dhe ajtë të më angë bukë. Edhe ajtë të më angë bukë. Për këtë arsye, mos më bëu dua ku ka gjuna. E dyta, ka thënë alayhi salatu wassalam, au qati'ati rahimin. Apo mos më bëu dua më ndërprej lidhjet farefisnore. Njëri bën dua, o Allah, largo më. S'du me pas këtë vllavin e vet, pinane pi babe, apo motrën e vet, apo miqën e vet, apo dajën e vet, apo tezën e vet, apo hallën e vet. Zoti ja ka bëu atë që ki zgjedh. Dhe ki zgjedh i babën. Jo, nanën e ki zgjedh, jo. Ti me pas, me na pas vetë neve, ti na shtë kështë thonë, kam qef më konë gjali bo Hanifës, pa, s'ka zgjedh, ka bo gjali që ati qka i e. Nuk e zgjedh ti fisin, ti e zgjedh veprën e mirë. Baba ta le emnin, pasaj ti e lini emën tjetër. Sa njëre ka emnin e keq, po, në kuptimi nuk t'ingëllon mira, po sa ndë një emër i preferum. Po kur ka ardhë me veprat mira e ka zbukuru. E ka zbukuru emë. Wahshiju, të ndërum gjëmallat, i cili e ka vra Hamzën, aja bo musliman, dhe ka nërë transmitimin nga Muhammed a.s. se aja në gjenet. Aja në gjenet. A ma emni baba vetë, a di që e kalon? E gërsin. Wahshiju, emnin, nëse e përkthejmë gjuhën ton, i bje e gërsin. Vampir. Ama nuk o vampira, nuk o e gërsin. Se Zoti ka dash me e po musliman. Andaj nuk o me rëndësi, qështë ta kalon emni, po ti qështë kemi alon emnin vetës? Qështë ta kalon, apo, qështë dush leja? Ama vepra jote ka me lon emën tjetër. Sa njëre ka emnin, tash më s'përmejmë herë se dikush më dhe, ka emën të miraj, apo, ka emën të mirë. Ama në gjithë dojnë, po, për emni ka shumë të mirë, po. Nuk ka si emni aj, sa si emni, po, baba vetja kalon emnin. Apo, ka që njëri për të parëve të muslimanëve, edhe ja kalon emnin gjelit vet i lumtur. Said. Ka thënë ja kalon emnin i lumtur. Apo, e të na ka emra i lumtur. Apo, zakonisht gjinia femrore. Dhe e kanë pyet, kanë thonë, oho, që ki gjalli jëtë? Ka thonë, unë jam munue, je kam në emrin i lumtur. Ama i su ka uzu, su ka drejtu. Edhe që ka thonë, po su lumturu kur ki? Aja, ka në emrin. Apo